Muçi Shalxhani ka ndëruar jetë 4 ditë pas atentatit tronditës të ndodhur më 11 nëntor pranë aeroportit të Rinasit. I plagosur rënd nga breshëria e të shtonave, ai ishte dërguar me urgjencë në spitalin e traumës në kryeqytet, ku mjekët luftuan për ditë të tëra për ta mbajtur në jetë. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve intensive dhe ndërhyrjeve të shumta, Shalxhani nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra dhe ndërroi jetë gjatë natës. Lajmi u konfirmua zyrtarisht nga policia e shtetit mëngjesin e së dielës, duke shtuar një tjetër viktim në këtë ngjarje të rëndë kriminale. Në të njëjtin atentat humbi jetën në vendngjarje edhe Gjilmando Dani, një 33 vjeçar që sapo ishte kthyer nga Spanja. Ai nuk pati mundësi të merrte as ndihmën e parë, pasi plumbat e kapën menjëherë, duke e lënë të pajet brenda automjetit. Vrasja e dy fisht është shkaktuar tronditje të madhe në komunitet, ndërsa miq, të afërm dhe qytetar të shumt kanë shprehur ngushëllimet dhe indinjatën e tyre në rrjetet sociale. Sipas të dhënave zyrtare të policisë, atentati ndodhi rreth mesditës së 11 nëntorit pranë rrethrrotullimit të Rinasit, një zonë që zakonisht ka qarkullim të lartë automjetesh. Dani dhe Shalxhani po udhëtonin me një automjet tip Benz të bardhë luksoz, kur një mjet tjetër ju afrua në lëvizje dhe autorët hapën zjarr me breshëri pa asnjë hezitim. Brenda pak sekondash, skena u kthye në kaos, ndërsa dëshmitarët rrëfyen për krisma të forta dhe panik të udhëtarët që po vinin drejt aeroportit. Dani mbeti i vdekur në vend, ndërsa Shalxhani u nxor me shpejtësi nga makina për t'u transportuar në spital. Hetimet paraprake kanë zbardhur disa pista të rëndësishme. Dyshohet se automjeti i autorëve ishte një Toyota Yaris me targa greke, të cilin ata e përdorën për t'u larguar menjëherë pas ekzekutimit. Rruga e tyre mendohet të ketë qenë drejt zonës së fushkrujës, ku pak minuta më vonë, në fshatin Halil, u gjet një automjet i djegur plotësisht. Analizat e kryegjyrmëve forensik sugjerojnë se bëhet fjalë për të njëjtin mjet të përdorur në atentat, një metodë tipike që autorët e krimeve të tilla përdorin për të zhdukur çdo provë. Pista e motivit mbetet ende e paqartë, por ekspertët e sigurisë flasin për një atentat të mirë organizuar, ku autorët duket se kanë pasur informacion të saktë dhe të detajuar për lëvizjet e shënjestrës. Automjeti ku udhtonin Dani dhe Shalxhani ishte në pronësi të Elvis Kosovës, ndërsa Shalxhani punonte si shofer dhe Dani ishte pasagjer. Mundësia e një konflikti të mëparshëm, hakmarrjeje ose përplasjeje mes grupeve rivale është duke ushqyrtuar, ndërsa policia po verifikon me kujdes çdo pistë që mund të çojë drejt zbardhjes së plotë të ngjarjes. Ndërkohë, familjarët e viktimave janë tronditur thellë nga humbja e dy të rinjve, ndërsa opinioni publik po kërkon më shumë siguri dhe masa më të forta për parandalimin e ngjarjeve të tilla. Policia e shtetit ka garantuar se është angazhuar maksimalisht për identifikimin e autorëve dhe vënien e tyre para drejtësisë, ndërsa hetimet pritet të intensifikohen me analizën e kamerave të sigurisë dhe marrjen në pyetje të personave që mund të kenë dijeni rreth ngjarjes. Ngjarja e 11 nëntorit mbetet një nga atentatet më të bujshme të këtij viti, duke ngritur edhe një herë shqetësime për rritjen e kriminalitetit të armatosur dhe sfidat e rendit publik në vend. Autoritetet po vijojnë punën për të hedhur dritë mbi motivin, autorët dhe çdo detaj tjetër që mund të ndihmojë në zbardhjen e plotë të kësaj tragjedie.